Na kena votu krejt, a vëdin tash. Me Tërsalit e kam votu, se kam votu Prishtina-Lia. As vit Pivoshrës, po me Tërsalit e kam votu tash. Nëse është i mirë, kam më boj mirë. Nëse është i keq, qesë të shpija dhe kjo edhe në regullina. Prej se më bo ma mirë për Mitrovicën. Më bo ma mirë, qëto rrugë më ndrejtë, qëto sene tash. Mirë po, tash do rinomrime, këtu na kanë lodhë mo. A u desh që rinomrime u kanë? Jo. Sa si pas tesë? Se jo, lo, se nuk është në pyetje 100 vota. Po jenë pyetje 3000 vota, apo të qysh. Që ato e probleme pak, se nuk ka probleme tash ato ka vjellë, s'ka vjellë. Me vjellë në zinë të hojni, u kuptën. Tash prokuroria ka punë dorë, s'kena s'mund me fol na tash për prokuroria, u kuptën. Se na sjena as gjykatës as prokuror. Sigurisht. Tash, Disa foto që kanë dalë, disa video që pa rregullsi që në shfaq, në rinomrim që kanë kërkuar. nuk e di vallaj, se di. Si ato, a janë vërteta, disa qendra që i kanë pa? Do po thojnë jo tash, nuk munda me kon ekspert aty në saneve, se s'jam ja aso lami e mirë, po se di. Po ma kop truni kur qysh sa po duhet me neve në Kosovë. Domethënë, 5 muaj të shkurt, që 8 muaj na qeveri s'kena Allah. A ju gëzut fakti që ju fetoj Faton Peci? Qysh? A ju gëzut lajmi që Faton Peci po prind Komunën e Mitrovicisë? Po s'po di lo, nëse është i mirë, bëhet i mirë, nëse është i keq, del i keq. Na kena votu krejt, a vëdin tash. Me Tërsalit e kam votu, se kam votu Prishtina-Lia. As vit Pivoshrës, po me Tërsalit e kam votu tash. Nëse është i mirë, kam më boj mirë. Nëse është i keq, qesë të shpija dhe kjo edhe në regullina. A prisni shumë për Faton Pecit? Pas ajo nëse koni keq, mirë, po tash bëhet e shumicës, të s'kisha bë bote. Çka prisni për Faton Pecit? Prej se më bo ma mirë për Mitrovicën. Më bo ma mirë, qëto rrugë më ndrejtë, qëto sene tash. Ju i keni dëshmuar që jeni shumë të dhënën, dhe me thënë pas Faton Pecit. Po jo shumë dhonën, nga më, dhonën veç për mas Allahut, mas kërkujna, apo kuptën? Po, kjo është gjithësisht ajo Gjermani është. Kjo tash të kështyrën që më bëhet. Me kuën shijen sanet, apo të qysh. Mirë po, tash do rinomrime, këtu na kanë lodhë mo. A u desh që rinomrim u kanë? Jo. Sa si pas tesë? Se jo, lo, se nuk është në pyetje 100 vota. Po jenë pyetje 3000 vota, apo të qysh. Që ato e probleme pak, se nuk ka probleme tash ato ka vjellë, s'ka vjellë. Me vjellë në zinë të hojni, u kuptën. Tash prokuroria ka punë dorë, s'kena s'mund me fol na tash për prokuroria, apo kuptën. Se na sjena as gjykatës as prokuror. Sigurisht. Tash, qa bëhet, që qysh bëhet, se di. Disa foto që kanë dalë, disa video që pa rregullsi që në shfaq, në rinomrim që kanë kërkuar. Nuk e di vallaj, se di. Si ato, a janë vërteta, disa qendra që i kanë pa? Do po thojnë jo tash, nuk munda me kon ekspert aty në saneve, se s'jam ja aso lami e mirë, po se di. S'po ma kop truni kur qysh sa po duhet me neve në Kosovë. Domethënë, 5 muaj të shkurt, që 8 muaj na qeveri s'kena Allah. Qa kemi shku maneti. Nuk është punë veç Mitrovicë, po këtë Kosovën. Një parlament, domethënë se bëbojnë. Kush i ka fajt ato? Domethënë i ka fajt qeveria Allah mas por edhe në regullina. Ata me zgjedh problemin e vet, edhe në Mitrovicë zgjedhet. Pa atje s'ki vend kryesi, edhe këna poshtë i ke këtë njëjtë.